Çka e ki Alkin? Alaudin Mustafën e kam Sorry. Ok, ma famë dhe shoutouti për videon e sotshme është se komentuesi por Eron Hyseni. Shumë faleminderit shkoman që ki gjetë kohën dhe mundësinë me komentu i parë. Edhe faleminderit shumë për shifrën e 19.000 subscribers. Jeni më të fortit, veç bani subscribe të arina shifrën 100.000-ve që ati mas të avorna play butonin. Sa heshëm e rejej, pashallah po. Kështu që më pësamë dhe këtu anë Q&A ku keni fitu shoutout disa prej juve. Shpresoj që t'ju ketë pëlqy edhe nëse doni naj challenge tjetër ose naj vlog tjetër, mund s'ish me komentu idenë se çka doni. Ideja më e mirë zgjedhët për videon tjetër edhe fiton shoutout. Shio në videon. Ku shumë se vjen Amzomaps TV. Unë jam Amzomaps, sot janë këtu në video tjetër. S'po gëzoj shumë e bërtej se sot është 12:30 AM, 12:30 natës, edhe Hamza ka vendosur me ngjëzu një video Q&A, pyetje përgjigje, ku keni thonë Hamza shoutout, edhe kjo është mundësia më e mirë me fitu shoutout. Kush ka komentuar mirë, po nuk i kum zgjedh nga se këtë pyetjet se kanë ardhur pyetje për shembull, ai e ka në herë në emision. Ju e dini që unë kur e kum postu një story në Instagram, edhe plus e kum bu vlogin që në të shku në emision të TV-nishi, ose a kime lyt Free Fire. Ju e dini që kina bo plot video live streama me Free Fire. Kështu që ato i kum anashkalu që ato pyetje. Kështu përgjigj mu direkt do pyetjeve të forta që i kina zgjedh. E kina një pyetje të par prej... Okej, kanë dalë edhe anonime. Se kum thonë, kush s'ka qenë me u për me nemri Glapa anonim. Dikuj se ka shenë Glapa ma ka shrujt mesazh. Kjo është anonim do me thonë. Qysh jeni kur je ka në emision? Wow! Super pyetje e meritoni përgjigje shumë fort. Nëse jeti në këtë video komento poshtë po të çka minut jam une. Nëse nuk jeti në këtë video tu kisha lut me komentu pyetjen tonë që kishe dash me ma bo mu edhe ka me të përgjigj. Qysh jeni kur je ka në emision? Fantastikë shkencër. Une kur jam ka në emision, u ka në emisioni jemi por televiziv edhe u ka në diçka wow. Por i me u ka në diçka wow. Kështu që jam një shumë mirë, elhamdulillah epizodet edhe faleminderit për ftesën TV-nishi edhe faleminderit për mikpritjen ku u ka një super emision Megalux me thonë edhe i na kon unë Alka edhe Suja ku se ka pa ja u sugjeroj me këshirë u ka një super emision, jam një shumë rahat për bejspo, jam një shumë rahat në emision. Kojna me një pyetje tjetër i cili vjen prej Uvejt Bëteqit. Nuk ka Uvejt i vlavjem, jo. Sa vjet i ki? Prej hapjet kanalit, kjo është nuk i dia, nështë apse dukna ma i rim ftyrë. Nuk i di që eksiston kjo sem po prej hapjet qanelit. Hamza sa vjet i ki? Jo si ki që kaq? Jo pse për Republikën, okej, une shkurtë që i përgjigj, ne kam 21 vjet të Uvejs, ta moj men shumë mirë em nëse ki emrin e njësi vlavjen. Une kam 21 vjet edhe elhamdulillah epizodet e kina shnetën, vazhdojna me punu më tutje, me bu ma shumë vjet edhe ma shumë pun. Kështu që Uvejs, une kam 21 vjet lë shko. Ta ne kina një prej anonim edhe kjo. Që sa vjet / muj meresh me YouTube. 24 qershor 2018, ma saksisht e kum postu një video të partë, cilën është dash me fshi për arsye personale. 24 qershor 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 45. Okej, që 7 vjet na jena në YouTube dhe faleminderit këtë për 19.000 subscribers. Allah ju shpërbleft inshallah. Vazhdojna më tutje, vazhdojna më arrit shifrën e 100.000 subscriberve. Okej, 7 vjet jena në YouTube me shumë punë, shumë mund, shumë përkraje për e juve, vazhdojnë më tutje. Ta në kena një pyetje tjetër prej Erion Tusha 7. Okej, këtu s'ka shkryt anonim, për qatë du të mja përmen emrin. Përshëndes lë shkoman. Me cilën e kitë futbolit tjetë, cilë është letariati preferum, a kemi lëjë CS2. Me cilën e kitë futbolit jam. Wow! Shko kjo këtu bro. Unë jam me që këtë ekip bro. Me që këtë ekip. Cilë është letari jemi preferum? Letari jemi preferum futbol është Leo e Messi. Messi. Letari jemi preferum futbol është Leo Messi. Ekipa jemi preferume e pat FC Barcelona. Parim dhe në La Ligue kena. Let's go. Sot lujtën e me 2-0 e fitoj Osasunën. Edha keme lujtën e CS2. Kena bo video me CS2. Po inshallah kena me bo apet video nëse ju pëlqenj. Kështu që komentori poshtë ju pëlqenj Kanteri. Counter Strike 2, CS2.
E kena një pyetje tjetër prej... Okej, mos ma përmend emrin. Se e ka emrin anonim. Sa vjeçar je? E thash? Respekte për ty, Alkën Suq. Shumë faleminderit Lëshkoman, respekte gjithashtu. Sa vjeçar je, u përgjigja më herët e pyetja e këtij Lëshkomanit tjetër, Uvezit, e sa vjeçar je, Hamza është plot 21 vjeç, bablo. Tash vazhdojna me një pyetje tjetër. Lindi ju, cili lojtar të pëlqen më shumë në botë? Zdi pse si edhe këtë pyetje bro, po u përgjigja më herët, Leo Messi. Pëlqen bro, kështu që, okej, Lindi, kjo ke përgjigje eme. Tana një pyetje prej shokut ton Zohit. Pyetja jeme, një cila lojë të pëlqen mas shumti? Cila lojë pëlqen Hamzës mas shumti? Okej, besoj që kur del GTA 6, ajo ka më pëlqen mas shumti. Përgjigje e forta. Okej, këtu kanë komentu do veta, mirë po 3 përgjigje mbrana një komenti. Për shembull, doni fan 6. A ki femën? Ju. Çfarë përgjigje? Kush ka frymzu me bo video me fytyrë? Bo video me qof zbut. Ja vajgar, kush ka frymzu me bo video me fytyrë? Okej, kum këshir shumë youtubera, po edhe më ka pëlqy puna si content creator, si youtuber, si influencer, edhe ja kum nis me punu me bo video, kështu që alhamdulillah epizodet ja ku jemi edhe faleminderit krejve për mbështetjen. Kaç. E tret, s'kam pyetje tjera, veç vazhdo. Shumë faleminderit bruda, respekt, shumë respekt për ty edhe për këta ata që i përcjellin videot. Kena një prej Dion se i diu YT. Çka e ki Alkin? Alkin? A Alkën? A Alaudinin? Për caktoi njëri piktime. Alkën. Për Alaudinin e ka pot fjalë. Alaudin Mustafën e kam shok, mirë po shok ngusht mujna me thon ose zdi mas saksisht. Qysh me shpjegu shka e kam Alkën. Shok ngusht, Alko gjigant njeri, është Lëshkoman. Nuk di qysh me shpjegu Alko nëse që këtë video shkryjnë komen lot qysh me shpjegu në ti. Qysh me shpjegu në. Cili youtuber të pëlqen, përveç Alaudinit edhe Sugjos. Së më kizon ngusht, se kësha zgjedh Alkën edhe Sugja, më së më kizon ngusht, cili youtuber të pëlqen. Hamza Ops TV, okej, di që s'lejot vetja, po ke thjesht për hajgar. Cili youtuber më pëlqen, okej, respekte për keq youtuberat, nuk po du me veçu një ka një, po respekte për keq kush do që krijon video, kush do që ban video në YouTube, Hamza e respekton shumë. Veç nëse mërin në ku nalt, hekne mendje mallësin, mos krijoni mendje mallësi se s'ban. Edhe treta s'ka pyetje, treta veç vazhdo. Faleminderit shumë Lëshkoman, edhe faleminderit shumë për këto pyetje qarta. Vazhdojna te pyetje tjera. Game Yusuf këshere shka ka pos, sa suba kishe mi pos, sa like kishe desh mi pos, sa views kishe desh mi pos, edhe 2-3 që e ka shqyt, 4 thën, që s'po martohesh. Sa suba, sa like, sa views-a, edhe 4 da t'hina pa ka personalje, se s'po martohesh. Nuk martona se jam i rije. Okej. Sa suba, okej. Mja shku Mr. Beast me subscribe. Mr. Beast, nëse ja kalojna, i shkon fantazi. Sa suba ki qesh mi pas. Për dhe like dhe view sa mja kalu Mr. Beast. Sile ka ta sill, ta te kalojna Mr. Beast në raket. Ja vajat. Nuk e dhejamina me kalojna her. A është baba i komplet platformës YouTube. Dhe pse s'po martohesh, tu përgjigja. Okej, kena një pyetje tjetër prej Real Omer. A mendon me lon YouTubën? What? Kusht ka thonë me lombe? Ja, nuk menoj me lon YouTubën, Omer. Përshëndet shumë, nuk menoj me lon YouTubën. A ke me bo në video të ngrën ushqim. Video të ngrën ushqim në i mukbang, ose në i challenge, mu shty kush ha ushqim ma shpejt. Okej, kena me munu, inshallah të ardhmen, edhe i baba, faleminderit shumë, respekte. Okej, më pësa më dhe kaç ishte sa i përket kësaj videos. Shpresojmë që ju ketë pëlqyer kjo video. Faleminderit që keni kështu video deri në fund. Mos harroni me bo like, share, subscribe dhe shihemi në videon tjetër. Peace out.